Tani jam e sëmur, me depresion të thellë dhe mendoj vetëm për vdekje. Ata e nxjesnin kundër meje, duke shpifur gjëra që si bëj. Pavarësisht se I kalova ato vite në martesë, dëshiroj të ndahem prej burrit. Gruaja, familja dhe ekuilibri I rënd. Kur I kthehem kujtesës së mëhershme, më vijnë ndërmend kujtimet e mia që I kisha rreth pamjes së një burri, të cilin e paraftyroja në ndërgjegjen time dhe doja të ishte bashkëshorti im. Dëshiroja të ishte me veti të mira dhe cilësi të larta, si babai im, I cili ishte burr në plot kuptimin e fjalës. Por kur e bëj në krahasim mes burrit të asaj kohe dhe atij të sotmes, vërej dallime të mëdha dhe të qarta. Padyshim, s'ja në favor të burrit të sotëm në shumicën e rasteve. Pavarësisht nga ajo se ata ishin të ditur dhe nuk zotronin diploma universitare, në krahasim me burrat e sotëm, shumica e tyre ishin të edukuar dhe në vetdije të lartë rreth çështjeve fetare dhe asaj jetësore. Ndoshta edhe më shumë se ata që zotronin sot diploma të larta. Diritje burri ishte ai I cili edukonte familjen, e mbronte prej çdo mendimi të huaj jo islam që rrezikon atë personalisht apo familjen e tij. Fjala e tij ishte respektuar dhe dëgjuar. Familja nderonte dhe respektonte me plot dëshirë dhe vullnet. Çdo mosmarrveshje në familje e zgjidhte me mend dhe urtësi. Marrëdhëniet në sjellje brenda familjes dhe jashtë saj I mbante në dorën e tij dhe s'lejonte të I ndodha asgjë askujt prej antarëve të familjes. Gruas I mbronte pozitën e saj, ishte I kujdesshëm për fëmijët e tij dhe I gëzonin të gjitha të drejtat e tyre familjare dhe personale. Por nëse kthehemi dhe I shikojmë shumicën e burrave të sotëm, do të vërejmë çuditëra. Marrëdhëniet e burrit me gruan në shumicën e shtëpive kanë marrë një pasqyrë trishtuese, plotësisht larg asaj pasqyre që duhet të jenë marrëdhëniet bashkëshortore. Zakonisht, marrëdhëniet bashkëshortore ndahen në 3 lloje. Lloji I parë, burra sundues dhe dominues mbi gruan e tij. Në këtë rast, burri është ai I cili sundon mbi çdo gjë, duke I përbuz të drejtat dhe ndjenjat e të gjithëve, edhe ato duke filluar prej gruas së tij. Shpeshherë tenton ta dobësoj personalitetin e saj, të I neglizhoj të drejtat e saj, fisnikrinë e saj, natyrshmërinë e saj, e pastaj e ofron për familjen e tij si kafshat të lehtë të nënçmuar. Ka raste të shumta dhe të lloj-llojshme, ku gratë ankohen nga sjellja e keqe e burrave të tyre. Ja se si na rrëfen njëra prej tyre dhe thot: "Jam një zonjë 40 vjeçare dhe e martuar prej moshës 22 vjeçare. Kam 4 fëmijë që janë në nivel të lartë të moralit, fesë dhe predominimit shkollor dhe atij sportiv. Kam një problem në jetë, e ai është burri im. Problemet mes nesh filluan pasi që u martuam, dhe shkaktar kryesor është familja e tij. Ata e nxjesnin kundër meje, duke shpifur gjëra që si bëj, dhe ai I beson, kurse mua s'më dëgjon. Tani ka filluar të më bërtas dhe qorton haptazi pa asnjë shkak, dhe të më nënçmon para vajzave tona, të cilat janë para martesës." Na rrëfen një zonjë tjetër e cila thot: "Jam një zonjë e martuar që 7 vite e gjysmë dhe I kam 2 fëmijë. Pavarësisht se I kalova ato vite në martesë, dëshiroj të ndahem prej burrit, për shkak problemeve që mi shkakton. Faktor kryesor për problemet tona është familja e tij, e nxisin me të madhe kundër meje. E ai respekton dhe I dëgjon shumë, pavarësisht se a kanë të drejtë apo jo. Më nënçmon para tyre dhe atyre u alejon të më nënçmojnë. Bëj durim sa mundem dhe rikujtoj veten se unë veproj me ato vetëm për hir të Allahut. Tani jetoj tek ai vetëm si trup, pa shpirt. Ja plotësoj të gjitha dëshirat dhe I gëzon të gjitha të drejtat bashkëshortore, por tani ato e urrej shumë për shkak se jetën më shkatërroi. Tani jam e sëmur, me depresion të thellë dhe mendoj vetëm për vdekje." Këto shembuj e shumë të tjerë ndodhin si rezultati I personalitetit të dobët të burrit para familjes së tij dhe mos respektimit të gruas duke e përdorur forcën si mjet për sundim. Gabimi I tij në këtë rast vjen si shkak I padijes për menaxhimin e jetës së tij të re dhe mos veprimi I tij me baraspesh mes të drejtave familjare që duhet të I plotësoj dhe mes lidhjeve farefisnore, mirësisë ndaj tyre, përfitimin e dashurisë dhe kënaqësisë së tyre, dhe mes të drejtave të gruas së tij morale, materiale dhe mbrojtjen e natyrshmërisë dhe fisnikrisë së saj.